Kjo është kam hapur këtë video pak si vonë, edhe pse ora është 2 e drekës, unë tani u qova, jo se u qova nga gjumi, sepse unë zjon pak herët, por tani munda të hap kamerën, duke qenë se të Gjesi iku për në punë, dhe është momenti që unë të hap vlogun edhe të flas me ju lirshëm, edhe mos kem zhurma rreth e qark, edhe të mundem të bëj video ashtu siç dua. Sot në fakt është dita që dua të bëj gjitha punët e shtëpisë, sepse është bër pak pis, edhe dua që të fshi, të laj, të merrem pak dhe me balkonin. Lulet e mia janë në gjendje shumë të mirë që kur i mbollëm nga herë e kaluar. Sot kemi në fakt një kohë me diell, edhe pse këto 2-3 ditët nuk është se ka mbajtur koha shumë, ka qenë shi, ka qenë pak ftohtë, edhe sot në fakt është 13 gradë, diçka e tillë, por ndihet, jo është 10 gradë, por ndihet si 4-5, edhe është pak ftohtë. Unë i kam hapur të gjitha në fakt në mënyrë që të ajrosen, por doja të tregoja një pako që më ka ardhur, pakove që më ka ardhur nga Sheni në fakt, sepse i porosit nga Sheni apo Temu, nga Temu, sepse i kisha porositur këto gjërat e balkonit që ju kisha thënë. Nuk e di se si kisha harxuar ato lekët dhe kur i shikon nga afër thua, kam harxuar gjithë ato lekë për këto, sepse duken shumë të vogla nga afër, duken gjëra sikur nuk ja vlej, nuk e di pse, po ule më mirë këtu, ose jo, isha mirë këtu në këmbë, edhe t'ju tregoj se çfarë mora. Në fakt, gjëja e parë që kam marrë është kjo. Një sekond, sepse kisha telefonin në fakt, shikoni. Telefoni këtu para syve, unë kërkoj telefonin. Gjëja e parë që mora është kjo kasa e telefonit. Shikoni pak se sa e bukur që është me lule, sepse ajo e para që kisha, më ishte zverdhur, ishte ngjyrë qumshi kasa, por ishte bërë shumë e shumtuar, ngjante shumë e pisët, nuk e di pse. Edhe mora këtë këtu, por prap kamerat nuk është se mi mbron, edhe kam frikë se mos më kapin të një cep në një gjë gjatë kohës që unë bëj video ose më rëshke telefoni, por nuk e di se si do t'ja bëj. Kështu, është shumë e bukur, ka edhe këto zemrat anësore dhe ngjan shumë bukur. Është edhe tamam tani pranverore dhe për verën, domethënë roz pastel me lutka. Një gjë tjetër që mora janë këto kubat e akullit. Tani që ngrohet koha, mund të bëjmë kafe të ftohtë dhe nuk e kam hapur ta shikoj se si është. Por më pëlqeu sepse dalin kubat e akullit kështu si të vogla. Edhe ngjajnë bukur kur i hedh te gota. Shikoni, hapet edhe mbush me ujë, edhe dalin kështu si rretha të vegjë, nuk e di si mund t'i quajmë, si topa të vegjë, dhe ngjajnë shumë bukur. Ta vendosim në lavastovile, duke qenë se lavastovila është pothuajse gati e mbushur. Tani, ideja e kësaj barishtes që shikoni këtu. Unë e kam tek tualeti, ja u kam treguar që është ajo vazoja e zezë edhe ajo barishtja që varet. Tani unë mendoja se do vinte bashkë me vazo dhe më tha Raj që Angel nuk do të vi me vazo, por nuk e kisha menduar dhe më erdhi në këtë lloj mënyre. Tani në balkon nuk e di se si do ta asajoj këtë, mbase kam vazot e vogla të zeza dhe mund ta fus tek ato edhe të ngjaj kështu. Por nuk e di, do ta gjejmë një ide se si mund ta rregulloj. Gjëja tjetër, kjo ishte shumë e lezetshme në fakt, edhe këtë dua ta var tek balkoni. Shikoni pak sa e bukur. Edhe nuk është shumë e vogël, është normale, mesatare. Edhe e lezetshme dhe kjo ka këtë ngjyrë si në gri, si në bezh, dhe është shumë e lezetshme për ta varur tek balkoni. Dua t'i organizoj pak bukur, por derisa të gjejmë edhe një set. Dje ishim tek Jysk, po ju lë pamje tani ndërkohë që flas. Ishim tek Jysku, kishte goxha gjëra me ulje, por setet e balkoneve ishin, nuk e di, më duheshin shumë të shtrenjta, të merret 80 euro vetëm një karige. Më dukej pak si e tepruar. Unë jam duke parë në marketplace ndërkohë, por nuk po më den një gjë ashtu siç ne e duam. Dhe t'ju tregoj tani një ide që në fakt e pash në Pinterest, por ma futi në kokë edhe Adela, shoqja ime, e cila vdes për këto lloj gjërash edhe i bën shumë bukur tek shtëpia e saj, dhe më dha iden për të bërë balkonin me baleta. Shikoni pak se sa bukur që ngjan. Shikoni pak se sa bukur që ngjan. Nuk e di nëse arrini ta kuptoni se si unë dua që ta bëj.
do me thënë është e gjitha me baleta, edhe të marrë vetëm ato pjesët që i shtrohen sipër, që mund të ulemi, edhe ti vendosim, tani nuk do ta bëj aq të madhe sepse aq është vendi, do të thënë ka goxha vend, por nuk dua që ta zë të gjithën me baleta, se baletat janë goxha të gjëra si balet. Edhe kam parë tek Marketplace që japin falas, edhe gjetat një zonjë që jep te 4 cop falas këtu afër shtëpisë lagjes ton, nuk e di kush është, nuk e njoh, thjesht më doli në Marketplace, edhe do shkoj t'i marr me shumë siguri nesër, edhe pse Xhesi nuk e ka me shumë qejf të gjë, se më thotë më pse duhet vendosim drasa, por ngjan shumë bukur, i jep shumë ngrohtësi ambienti, do ngjaj shumë bukur, edhe vetëm të marrim ato pjesët anësore dhe ku do ulemi, të shkojmë t'i marrim te IKEA, sepse gjem plot nga ato, paktën marrim drasat edhe i vendosim e bëjmë siç e duam, sepse ato këndet që ne pëlqejnë bëni nga 1.000 euro, nga 600, nga 700, nuk e di pse janë aq shtrenjtë, edhe ishin goxha të vogla, siç që thash, vetëm një karige bënte 80 euro. Dhe ne nuk duam të marrim vetëm një tavolinë të thjeshtë edhe 2 karige, sepse duam ta bëjmë tamam, domethënë që të ulesh edhe të mos lodhesh, sepse duke qëndruar në karige edhe lodhesh mbas 1 ore, 2 ore. Ne duam që edhe të rim t'i kalojmë mbas ditet, mund të lexojmë një libër, mund të pim kafe me qetësi, mund të punojmë në laptop, mund të editojmë, mund të lexojmë, mund që nis kursin tani mund ta kaloj kohën në balkon duke lexuar. Edhe dua që të kem diçka të rehatshme dhe jo tavolina. Besoj mund kuptuar. Tani një gjë tjetër që kam marrë, që këtë se më çfarë është tani. Okej. Kjo është ajo gjëja, se pash dje unë kur e hapa. Okej, kjo është për ta bërë bukën me formë, që unë përdor thikën për ta qarë, por përdor thikën. Ja, ka dhe këtë gjë brenda prej lëkure që mund ta fustësh edhe mos të pritesh që të ruhesh, domethënë. Ja, këtu brenda kësaj besoj janë edhe brisjet. Shikoni pak që në kanë 2, 4, 5 lloje. Shpresoj që mos gaboj, se Temu dhe Sheni të befasojnë edhe të surprizojnë me këto gjëra. Por shikoni pak. Okej. Shikoni, ka lloje të ndryshme brisjesh. Tjetër, mendova të merrja llamba për balkonin, që ti vendosja anë mban dhe i mora 5 metra të gjata. Por unë mendoja se këto topa do ishin më të mëdha, edhe dje kur dolëm me Xhesin tek një dyqan i pash, ishin bërë edhe 6 euro. Edhe thash sa mirë sepse unë i mora më lirë tek Temu, edhe thash okej, do jenë më të mira të Temus. Këto nuk është se duken keq, por unë i doja nga to llambat e mëdha. Nuk e di se si do duken këto. Do i provoj pastaj. Nuk e di se çfarë baterie, a janë me bateri ajo. Po me bateri duhet të jenë. Edhe këto kunjat nuk e di për çfarë përdoren. Janë një sekond ta gjejmë. Besoj se duhet. Nuk e di njerëz se si ndizen, por që këto janë që i kam marrë për balkonin. Nuk e di pse nuk ndizen, sepse tregojnë që sikur është e ndezur. Nëse mos zgjatemi. Kam marrë tani për sirtarët e kuzhinës, edhe pse unë i kam vendosur renët, kam marrë këtë gjën që t'ja ushtroj dhe mos të gërvishten. Ndërkohë duke u kujdesur për shtëpinë e tjetrit, sepse mënyra se si gjendja që ne i gjetëm këtë shtëpi ishte skandaloze, siç e keni parë, dhe siç e pastrova unë. Dhe tani na vjen keq mos t'ja prishim, mos t'ja bëjmë në atë lloj gjendje që ishte. I mora këto shtrojat. Ja. Janë shumë të mira këto, kemi pasur të shtëpia tjetër dhe i mbrojnë goxha sirtarët. Si këto i kam shtruar edhe në Shqipëri te kuzhina. Kam marrë këtë kapullin. Ky kapulli tani përdoret për të varur perden e hollë që unë kam marrë tylin, që unë kam marrë për balkonin dhe ka këto kunjat, pas ka goxha kunja, këtu, por nuk e di se si do kalohet, mbase këto kunjat kapen tek perdja, nuk e di, ose vendosen aty sipër, po kjo që nga kapull vërtet, dhe kjo këtu është perdja. Tani një gjë nuk e kuptoj, është që është goxha e madhe, mendoj se do ishin 2 cop, por është vetëm 1 cop, nuk ka problem, sepse herën tjetër marrim një tjetër, edhe është e gjerë, mirë.
por nuk e di se si unë do ta kaloj tani atë kabullin. Edhe nuk e di nëse kjo qepet. Arrin të qepet? Mbase mund të arrit të qepet edhe ta mbledh, që në mënyrë pastaj ta varim aty sipër. Këtë njëherë për njëherë do ta var në qendër, në mes, e më pas kur të marr tjetrën, ta var tek ana tjetër. Është goxha i gjatë. Besoj se do shkoj dhe do ngjaj bukur. Por nuk e di se si do bëj qepjen atij kabullit që unë ta var tek pjesa e dritareve sipër. Pra, këto ishin të gjitha gjërat që unë kisha marrë nga Temu. Mirë, kisha marrë goxha gjëra, por nuk e di pse i prisja ca gjëra ndryshe. Ca gjëra të zhgënjej, siç ndodh gjithmonë, edhe shpesh herë me Temun, por nejse janë për balkonin dhe do t'i rregullojmë më vonë. Tani ju thash që të dielën nuk do të xheroja, edhe do kishim njerëz për trek. Erdhi Rai dhe më solli një dhuratë, që se kisha menduar kur, një dhuratë për shtëpinë e re. Edhe që siç po ju thoja, nuk e kisha menduar kur që mund të më bënte një dhuratë të tillë. Por ajo duke e ditur fiksimin tim me gjërat e shtëpisë, me gjërat si vintage, me gjëra kështu estetike të bukura, shikoni pak se çfarë më kishte gjetur, çfarë më kishte marrë, nuk e di. Kjo është kutia nga jashtë. Në fakt po e kthej kamerën që t'ja u tregoj më mirë se kam frikë mos po i thyej. Ja. Kjo është kutia. Dhe e hapim. Shikoni pak sa të bukura që janë. Nuk e di, nuk kisha parë finxhan të tillë në këtë lloj forme. Janë finxhan kafeje dhe janë 6 copë dhe janë në, domethënë si mjelma. Nuk e di, shumë të bukura, janë në ngjyrë qumshi. Kjo vija ansore dhe tek bishti i mjelmës, dhe bishti që ne kapim finxhanin është në ngjyrën gold, edhe kjo gjithashtu ka pjatën. Pjata është gjëja më e bukur, shikoni pak. Nuk e di, ja, ta vendosim pak këtu tek tavolina, edhe ta shikoni. Shikoni sa e bukur që është, nuk e di. Mezi pres të pi kafe të këto, nuk i kam lëvizur nga tavolina siç mi ka sjell, sepse doja që t'ja u tregoja. Sot është e martë, siç po ju thoja. Kanë kaluar 2 ditë edhe unë nuk i kam lëvizur nga. Spring brings tulips, summer's roses bloom. Fall's chrysanthemums, winter snowdrops roam. Each flower grows a thought of you. My garden's full with love so true. The petals fall but memories stay. Your face appears in every sway. If love were plants, you'd be my seed, growing in my heart indeed. If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever, loving you. The breeze blows, carrying my dreams. In this garden of love gleams. The breeze blows, carrying my dreams. In this garden of love gleams. If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever, with love so new. From dawn till dusk, side by side we'd roam. In this garden of love, we'd call it home. Down till dusk, side by side we'd roam. In this garden of.
nga vlogu im, nuk e di se sa ditë kanë kaluar në fakt që nuk kam regjistruar, jam çlodhur, e kam marrë pushim, në fakt unë jam marrë me disa gjëra të tjera, për të cilat nuk flas dot tani, por e kam marrë qetësi nga pjesa e YouTube-it, nuk është se kam filmuar shumë, edhe pse dje ka dalë vlogu i ri, nga ditë pranvere këtu në Finland, edhe pse sot po na e bën çik kështu si me naze koha, sepse herë del dielli, herë është vrentur, edhe unë nuk e di se çfarë do bëj me jetën time. Ora për momentin është 1:03, 1:05, edhe nuk e di se çfarë do bëj. Jam zgjuar nga ora 10. Këto ditë në fakt, siç po thoja, nuk e di, po këto flokët e mia janë çik kështu si skandal, po s'ka gjë. Këto ditë në fakt unë jam marrë me veten time dhe kam nisur pilatesin, e di që ju kam çmendur, ja kam thënë shumë herë, jo do bëj këtë e jo do bëj atë, por kësa radhe e kam marrë seriozisht. Sot është dita e 6 ose e 5, diçka e tillë, që unë nuk po ha sheqer fare, as kam çokolata, kam biskota, ç'a nuk kam aty në dollap, por nuk kam ngrënë asnjë lloj gjëje dhe as nuk të ndohem dhe as nuk më shkon mendja. E hap dollapin, i shikoj, por nuk më vete mendje që t'i ha. Kam bërë, sot është dita e 4 që unë bëj pilates, e bëj këtu në shtëpi, bëj pilates by Easy, më ka dalë shumë në TikTok kjo vajza, edhe shumë vajza të tjera që kanë treguar rezultatet, që kanë bërë 25 day challenge me 25 ditë rresht, stërvitje me pilates nga kjo vajza Easy, edhe kanë dalë shumë të kënaqura, kanë pas shumë rezultate, duke i treguar dhe videot në TikTok dhe foto të trupit të tyre, edhe do thoni jo, po ti ç'a do bësh se ti mirë je. Unë mirë jam, por duaj që të tonifikoj pak pjesën e barkut, nuk dua të humb kilogram, jam mirë me kilogramet, jam diku tek 57 kg dhe për gjatësinë që kam jam mirë, thjesht duaj që të mblidhen pak të zona e barkut, e këto ansoret i kam pak problem. Edhe kështu e kam marrë seriozisht, jam munduar të ha mirë, darkën e mbyll gjithmonë në orën 8:30, më vonë nuk ha më, që më përpara haja edhe kur vinte Xhesi, që më të ndonte në një gjë që më sillte ai, kurse tani nuk më intereson fare, nuk ha, bas orës 8:30. Që doja të thosha, kam bërë edhe ecje nga liçeni, kam dalë me Xhesin çdo mëngjes, sot nuk dolëm, sepse shikoni pak, ky është seti që kam gjetur, edhe më tha që është i rezervuar, dhe shpresoj mos ta marrë ai që e ka rezervuar, sepse më duket shumë i bukur, është tamam në ngjyra që ne kemi qef, pavarësisht se unë doja ta bëja me baleta balkonin, por nuk jam duke gjetur. Disa që gjeta unë ishin shumë larg nga këtu, edhe nuk ishim si të shkoni që t'i merrni. Siç po thoja, janë shumë larg ato që unë kam gjetur, edhe nuk shkoja dot që t'i merrja, por nuk e di ku mund të gjej të tjera, sepse ajo ideja që kam me baleta del shumë e bukur, edhe gjan më bukur, më ngrohtë balkoni, por nuk po e gjej dot. Edhe pse Xhesit i duket i dekoti, por unë ashtu më pëlqen, edhe do dali yll, po e bërëm ashtu. Pastaj po nuk gjetëm baleta, do gjejmë dhe një set, sepse në marketplace në fakt po nxjerrin shumë gjëra të bukura, të veçanta, edhe me çmime goxha të arsyeshme në krahasim me ato që janë tek Jysk, te IKEA, që ishin nga 400, nga 500, nga 700, nga 1000 ato që kishim qef në, prandaj do gjejmë diçka që të na përshtatet, edhe që të na shkoj me balkonin. Tani të çohemi njerëz, sepse jam gati të flej gjumë prap. Të çohem edhe të rregulloj pak sallonin, kam pjekur bukën ndërkohë, kam bërë disa gjëra, nuk është se vetëm kam fjetur gjumë, që jam bërë e fiksuar, nuk e di. Tani, duke qenë se nuk e di akoma nëse do dal apo jo, sepse po pres përgjigjen e kushërirës së Xhesit, a do dalim apo jo, edhe them të bëj stërvitje. Por, para se të bëja stërvitje, palosa pak këto, edhe do veshim rrobat tona nga Berluku, të cilat ja kam treguar para shumë kohësh, që më kanë ardhur si bashkëpunim, dhe unë nuk i kam shijuar fare. Këto i vesha për herë të parë, herën e parë që bëra stërvitje, para 4 ditësh, edhe t'i vesh edhe sot. Janë shumë të bukura. Këto streqet në fakt më rin pak të vogla, janë në masën S,
Por mendoj se kam shpresa për të humbur barkun edhe do më vin fix pastaj. Janë pak të vogla, po t'i shikoni. Janë çiksi shumë të vogla. Por janë të bukura, janë të plota, më pëlqejnë shumë. Nuk e tregojnë djersën kur ti djersitesh, më pëlqejnë shumë. Kështu që do ju tregoj edhe një gjë tjetër që unë kam bërë dje, sepse nuk e di çam ka gjetur një që po ju flas kaq shumë, por po e marr kamerën dhe do ju tregoj pak se çfarë përgatita dje. Nuk e di, ja u sugjeroj ta bëni sepse nëse doni diçka të ëmbël, që të mos ketë sheqer, të mos ketë gjalp, të mos ketë çokoladë, kjo është perfekte. Janë këto mini, prita ndezin pak dritën, janë këto mini brownies, që unë i bëra tek format e cupcake-ve, jo tek këto të bardhat, e ajo e kuqe që unë kam, e silikonit, dhe kanë dalë super të mira. Gjesi mori 3 copë që t'i hajnë bas ndeshjes, sepse këto janë me banane, janë me kosin grek, kanë shumë proteina, kanë banane në brënda, janë me mjalt, janë me vanilje, me baking powder, me miell, mund t'i bëni dhe me tërshër, por unë nuk kam me çaj bluaj tërshërën, edhe bëra me miell normal që është për ëmbëlsirat. Kanë gluten domethënë, por janë shumë të shijshme dhe më pëlqejnë shumë. Mbas mëngjesit, unë mëngjesin e kam ngrënë në orën 11 gati, jo 11 gati, 11 ka qenë, dhe tani që është ora 1, mendoj të ha një nga këto, edhe të mban goxha të ngopur, më pëlqen shumë. Edhe përpara stërvitjes janë shumë të mira për t'i ngrënë. Mbas stërvitjes pastaj mendoj që të bëj një smoothie. Ja, t'ja u tregoj pak nga afër. Shikoni pak se çfarë konsistence që ka. Nuk e di, mua më pëlqen shumë. Gati për palestë, vesh asetin e berlukut, edhe si që thash këto striqet më rinë pak të vogla. Nuk duket trupi im keq kur jam me streqet, por e kam pak pjesën këtu para, edhe këto ansore të cilat dua t'i rregulloj. Tani, vazhdojmë me stërvitjen sepse sot kemi. Just going for 5. Stay with me. Squeeze the glute to lift the leg. You set your cup down slow on my crooked little desk. Your sleeve brushes my hand, and I forget the rest. You laugh at something small. Që nga sot këtu, nami. Por që nga shumë bukur, edhe ndriçimin, kemi gjetë sa pozicione të bukura për të bërë ca foto. And I'm gone in a second. Every little thing you do makes me fall again. Every little thing you do pulls me back in. Every little thing you do, oh, I'm yours again. Every little thing you do makes me fall again. Intialainen. Afgaanilainen. Meillä se on sama makeita. Peter? Ska muy me vete. Do. You set your cup down slow on my crooked little desk. Your sleeve brushes my hand, and I forget the rest. You laugh at something small, then look away too soon. I'm losing my good sense in the middle of the room, and I try to play it cool, but you know what you do. One more glance, one more smile, and I'm gone in a second. Every little thing you do makes me fall again. Every little thing you do. Më në fund erdha në shtëpi, kishim dalë tek ai vendi që janë këto pemat e qershive. Qershi nuk ka, po ka vetëm lule dhe ishte goxha bukur në fakt, nuk ishte shumë pemë,
por ishte shumë lezetshëm edhe ishte plot me njerëz, si dhe ditë e shtunë sot, e haruam këtë detajin e rëndësishëm që sot ishte e shtunë. Më pas shkuam tek qendra tregtare edhe u futëm tek Sinsei, aty unë mora një pasqyrë për komedinën e dhomës së gjumit, të cilën do t'ja u tregoj. Mora një pasqyrë të vogël, duke qenë se ne në këtë shtëpi kemi shumë pasqyra, kemi pasqyrën aty te korridori, kemi pasqyrën e madhe, edhe doja diçka të vogël, praktike dhe komode, të cilën do ja u tregoj për pak, por fillimisht do ju tregoj se çfarë mora. Mora girat për palestër. Siç ju thash para se të dilje që doja 2 gira, sepse e pat në video se si po stërvitesha, kisha shishen e rakis edhe shishen e detergjentit të parketit, sepse nuk kisha shishe tjetër të cilën mund ta mbushja me ujë. Edhe detyrohem bëjmë ato, paktën janë pesha. Mora 2 kilogramshe, në fakt nuk I mora më peshë të rëndë, sepse si fillestare që janë, mendoj se janë mjaftueshëm. Më vonë duke parë, duke bërë, sepse fillon e kupton me kalimin e kohës nëse trupi jot këto pesha më të rënda, sepse fillon edhe këto të duken të lehta. Edhe mora këto të dyja në ngjyrën blu, sepse s'kishte ngjyra të tjera, por nuk kushtova shumë rëndësi në fakt ngjyrave. Dhe janë tamam, janë edhe komode. Nesër do bëjmë stërvitje me girat. Tjetër, t'ju tregoj pak pasqyrën. Pasqyra në fakt mua më pëlqeu shumë, besoj keni parë tek këto klipet e mëparshme, që është kjo këtu. Shikoni pak se sa e bukur që është. Është kështu vezake, edhe ka këtë detajin e goldit, e doja diçka me detajet e goldit, sepse gjanë shumë bukur. Kjo ishte vetëm 7,99 €, 8 €, dhe është shumë e bukur, edhe pasqyra të tregon tamam, sepse ka disa pasqyra nga këto të voglat që nuk të tregojnë tamam siç duhet në pasqyrë, por kjo të tregon shumë bukur. Shikoni? Do ta vendosim te dhoma e gjumit për pak. Dhe tjetër çfarë bleva? U futëm te normali, edhe bleva aty marr gjithmonë hudhrën pluhur, është kjo këtu. Më pëlqen shumë hudhra, edhe e përdor më shumë në trajtën pluhur, sepse kur e përdor hudhër kokër, mua më shkakton pak siklet tek stomaku. Morë dhe për herë të parë, po mora të provoj edhe këtë qepën pluhur. Tani, besoj se do jenë të mira, t'i hedhim tek vazot e tyre, edhe kështu. Tjetër kemi edhe një shpërndanim falas Red Bull. Ky është Red Bull, po thjesht I kanë vënë etiketën e një brendi tjetër. Dhe na I dhanë aty te qendra tregtare kur po kalonim. Këto ishin të gjitha. Tani çfarë do bëjmë? Këto ishin të gjitha që kisha marrë. Do ju lë këtu disa foto, ose jo, nuk do ju lë këtu. Futuni te Instagram im, po ju lë vetëm emrin tim këtu. Besoj emrin siç e kam në Instagram, në YouTube e kam dhe në Instagram, të shikoni postimet e reja që unë kam hedhur. Aty do keni këto kohë edhe receta të ndryshme, sepse kam filluar serit e gatimit aty në Instagram, receta të shpejta, dhe të thjeshta, dhe jemi tek seria e 3. Sot do postoj me shumë siguri serinë e 3. Shikojeni edhe më mbështesni edhe në Instagramin tim. Kaq për sot.